Kemi ardhur sot në fshatin Kryezi të Fusharzit. Dimër është, ftohtë është, por këtu brenda ka një ngrohtësi të jashtëzakonshme, jo vetëm nga mikpritja, por edhe sepse ky han apo kjo bujtin është një mini muze që mund të shikosh këtu që nga 100 apo 200 vjet përpara deri në sende që kanë mbetur nga koha e komunizmit, por edhe ato të këtyre kohëve apo ditëve të fundit. Ajo që unë kam veshur është një xhublet që në fakt është shumë e rëndë dhe të detyron që ta mbash trupin drejt. Kjo që shihni këtu është sënduku i nuses, me të cilën vinte paja e nuses. Është pikërisht kjo, është gdhëndur, është e gjitha e bërë me punime dore. Është e gjitha punim dore, ndërsa druri është dru pishe. Të paktën kështu na ka shpjeguar Angelini këtu. Pak më tej është ky objekt që shpresoj të mos e prishun, është ky, i cili shërbente për të tjerë leshin, ja ku është. Ka mbetur akoma, goxha i mirë mbajtur, ja, kështu funksiononte, dhe gratë, zonjat, në këtë pjesë të Shqipërisë, e përdornin për të tjerë leshin. Ka një numër të madh objektesh këtu që janë vërtet shumë interesante. Që nga ato lampat e vajgurit, që pjesa më e madhe tani as që e din se si dukeshin në atë kohë, deri tek një televizor që është i kohës së komunizmit, ato lurat që kemi parë dikur edhe që brezit ton të paktën i kujtohen shumë mirë. Do t'i shikojmë një nga një duke folur me Angelinin, i cili është mikpritësi ynë për sot këtu në Kryezi. Kuzhina jote është nga urushi Mirdicë. Dhe si shkam në gjuhë nga partë e mi, nga gjyshi, nga babaj, nga gjëgjallarët e mi, se gjyshin se kam arrit, në fakt, po jemi deras gjëmargajve, deras kapedanit Mirdicë. Të ramë këtu? Të ardhë këtu para 300 sa vitesh. 300 sa vitesh. Mi 300 vite kemi që jemi autokton në Kryezi. Ka shumë mirëditor këtu në Kryezi? Ka. Ka pothuajse nga gjithë baraqet e Mirdicë. Po fshati Kryezi sa fise ka? Fshati Kryezi ka rreth 12 fise. Kemi 2 besime fetare, musliman dhe katolik. Kemi një harmoni të madhe mes njëri tjetrit, si ndër fiset, si në besimet fetare. I festoni besoj të gjitha? Po. Kemi edhe kumari me muslimat. Kemi një bashkëtesë shumë mirë. Kështu ka qenë gjithmonë? Kështu ka qenë gjithmonë. Edhe në kohën e Perandorisë Osmane? Po, edhe në kohën e përpashme. Kanë pas harmoni, kumari, kemi gjithë pjesën dërmuset, me gjithëmi kumari, me pjesën e muslimanëve. Fshati pse ka emrin Kryezi? Nga Gojllana që me sa kam informacionun, Kryezi, nga që lartë ashtë qenë me pisha, në kryet i zi, i mëllum nga kurora e pisha, edhe e ka marrë emrin Krye e zi. Ata kam nërtohën nga themelet, por një vit e gjësë që kam hapë, ka pas një shpi tjetë atë qenë një stallë baktish, që e kam shem, ata kam Po këtu ti kem ledh objekte që nga 200-300 vjetë përpara, deri të këto të fundit edhe të kohës komunizmit edhe më vonë, e ke bërë si një lloj mini muze. Jam e apostonom mas ty në gjanave të vjetra, më pëlqen, shumë gjana i kam pas të shtëpisë që i kanë përdur plaku im, gjëgjellarët e mi, pjesë të jo kam lidhë fshatarëve, i kam blenë për dikush ma ka shi, dikush ma ka fali diçka. Edhe për këtë pazare që banë të gjanave të përdurme, kam shkutur, shikutur, ble, jo një kanar, jo një diçka, jo një lampë që janë qenë ato fenerët e vjetër, me vajguri, se janë qenë me karbit, me gjana kështu. Një kuptoj, dhe është vërtet është shumë i bukur. Mu më pëlqenj, të edhe jam i lanë pak mas këtyne gjanave të vjetër mi mbledhë. E kuptoj. Ndërkohë, hapja e bujtinës është me shumë rëndësi për fshatin, besoj, se edhe merr prodhimet e fshatarëve të zonë. Pjesën e madhe të produkteve, unë
blej nga fshatarët, nga fshati Kryezi, nga fshatat për rreth. Këtu lart i ball, buzhën, berish, me patate, me mish, me qumsh, me vezë, me njëra me tjetën. Se vetë vetëm pak pula kam vendosur, nuk kemi akoma se një vit e pak ka që kam hap, një vit e gjysmë më. Akoma se mirë organizuar tamam mos si çdo, vetëm ca pula kam vendosur që i mojmë vetë, më gjatë tjera i kam bler për fshatarët. Kam ca vrashta rrushë që bëj rakin dhe këto. Edhe pjesë të madhe të materiale jo marr produktet fshatarëve. Si të fshatit Kryezi, si të fshatarëve për rreth më. E vini mi sillin tu, jo blej. Mënojmë më gjana sa ma bio. Se për gjana kështu tregut ka në Tiranë sa dushe, nuk ashtë nevojë që të vini nga... Atë kërkoj njerëzit që vinë, apo jo? Normal. Atë kërkoj, nga përmoj përdimë. Po, a ke punësuar edhe këtu nga fshati? Po, unë përnej me familjen time, në fakt, me nosën, kam dhe 2 kalamajt e mi, kam dhe punëture që e kemi të punësum, me rastet tira kemi edhe, kur kemi ma nej floks, nej kështu, kam dhe ca punëtur tjerë që i thirë vinem një mujnë ma. Kundajt pages. Emigracionin e ke plavu? Po, unë jam nër emigrant e por. Unë kam dalë vitet 90. Nga bongat e shkollës, sa kam marrë klasën e 8. Kam dalë vitet 90 në Greqi. Kam ne deri në vitin 2003. Kam punu në emigrim. Jam këthuj në Shqipëri. Unë kam shtëpi në Tiranë. Që e kam nërtu vetë. Masanej, më mush me që të këta në fshat. Pra, edhe qujnë tim të voglin, e kam futur në shkollë, e kam hek nga një shkollë me 500 nxansët, e kam pru një shkollë të me 40 nxansë komplet si shkollë. Pra, ishte diçka e fëtirë, fillimi për familjen tim, po gjitha më fëtetin edhe grusa të fëmijëve. E kisha me shef madhe, ishte edhe një amanet i maraki babajt tim, por asë të vdese, e kishte se këtu kemi kalu vitet edhe të mira, po edhe të fëtira. Kemi dalë to në një shtëpi që kam aty. Pa dyrë, pa drejtarët, vitet të 10, në kohën e komunizmit. Ujtë pishëm s'kishe, kemi mush ujtë atje poshtë, ku ishte shkolla. Dimër e verë, se këtu s'kishe as ujtë pishëm. Edhe kemi... Ato kanë lënë një mund të madhe dhe unë më duki diçka rom, ja këthuj shpinë aty monit pleqëve të një. Sa vjeç ishe kur shkove në Greqi, në 90? 14 vjeç. 14 vjeç. Po. Kalove legalisht kufirin? Normalisht. A ishe me bashkëmoshatar apo me... Po me një kushëjtimin. Nga kaluat? Kemi ik nga Kakavia. Nga ka ko policia herën e parë. Ma policia, jo ishte polici ushtarake, ma ushtartë ishin. Atë nga kanë këthuj, atë rrugë e kam bërë një 15 herë mësë në kamp, dhe sa shko mu stabilizohu ma, se shko hajde, si që ishte atëherë ma. Ku punove ati? Mëse i kam punu në Athinë. Shkove deri në Athinë? Po. U pa isë me dokumenta vitet 97 që atëherë u hapen dokumentat për shqiptarët ma. Aty në bërën dokumenta kam marrë edhe nusën. E kam pasë edhe nusën a nej, edhe djallin e malë, se unë kam 3 djemë. Edhe djallin e malë e kam marrë a nej. Kemi kalu jetë fështirë, edhe nej, me thënë, mëse ju stabilizohë normalisht. Kemi fjetë jashtë, në nura, në shije, në bore, sikletet mëja, dënë natë dimni me të tërgu që kemi hesha nej. Po në fond, u stabilizohë me dokumenta me gjanë, mëse ju më mosh me u këthujmë. Qa punë e bëjë ati? Ati kam punu hidraulik, fillimisht. Kemi po lej punë, po mas ju stabilizoha hidraulik, dhe mas e ne kam punu me këtë, me air kondicionu, me air condition, me kondicionjer ma që i thëjnë to. Ati e thëjnë air condition. E cila ka qënë, dhe temi, historia më e hidhur e jotja në Greqi gjatë emigrimit, apo le temi ajo që e ke vuajtur ti më shumë? Emigrimi ke prasysh vetash i fështirë, ma ku je largë familjes, largë njëzve tu, ma se ne kemi, po të ma të dëbë ta kemi bëmë, fillimisht kur kemi dalë, ma. Me thonë dajten, në fillim të fare nga ka përkra, njëzit grek, ma nga kanë përkra, me thonë, ata që është për thonë të vërtetet, ma, me ushqime, me veshë, me gjanë, ma se ne erdi u basardu i fija dhe puna shqiptare, se fillun ca
fillon të bëjnë të punë të vetë aki për asyke dhe na morën na qykin se njërës durës dytë, me thonë drejten. Nuk na respektojnë fare, ma edhe çdo gjë që ndodhet në Greqi, direkt e banë shqiptarët, dhe na ndjek të policia kemi vujtë shumë të hikë për gardiqe, mu hikë, dhe që me pëjtë punë për platia, flasim fillimet, ma na usull të policia të na njeke hikë, të sa herë nga ka policia rahe. Me ka 3-4 ditë në biruca pa hangër pa pi, ma. Pra janë shumë që s'di si me parenta do të natë dimri me të tërgu gjitha ato që kemi kaluar ne. Po ardi moment, pas e fitum me punë, u stabilizum edhe me dokumenta dhe morëm i tjetër status, mas ju bëm me dokumenta. Si vendoset ktheheshe këtu? Unë fakt jam kthyer rastisht në Shqipëri, për një dasë martën të nusja vajnë e vetë, vinë në Shqipëri, kishim blenë një tokë në Tiranë Valijas, për të nërtu, vi këtu, takoj një kushtimi që u merre me një si për marrën e rive, dhe më pyta i shë punë për atje i tregojnë, mos shka ma thot se punë ka në Shqipëri plët, edhe aty venosa ma që mos dalë më në Greqi. U këtheva, vazhdova punova, kam punovë në Shqipëri, kam nërtu një shtëpi në Kamez, në Valijas, aty. Të është i më shme e marrë prapë më shatë drojët e të parve të mi. Këtu Kryezi është i fshat i mirë, ka një klim përsosme, ujë që se gjenë nasi vend Shqipërisë ujë që ka puka, me thënë drejten. Edhe Kryezi ka një ujtë mirë se në razë krabit, se dhe ujtë maj mirë është ujtë i krabit. Edhe unë e admiroj shumë fshatin ma. Edhe amanet parve që ta thash mund të kështu, po edhe admiroj fshatin. Ndërkohë, këtu sigurisht që ka ushqime tradicionale që ti ja u ofron atyre që duhet të vinë në këtë bujtinë, apo jo? Patjetër. Cilat janë kryesorët? Ne bëjmë pulën e fshatit, e bëjmë me jufka, me qervesh dhe me pilaf. Kemi mishin zgar, si derrit, si të vishit, fli, bukmisit, domate, kur është sezoni ma kastravesat që janë këto, kemi turshit, djathën e dhis, djathën e lops. Kos, këto, venën rakin që i bëjmë vetë, edhe venën rakin e përdojmë vetë. Produktet, vezën e pulave që këto që janë të fshatit pa. Ndërkohë këtu është porta me groshën, me misht thatë. Me misht thatë. Po, misht deri. Pastrama? Pastrama, po. Pastrama. Po zjetë kjo. Janë grejnë pak, të shofim? Po zjenë, po. Sa i lë kështu të zjarit për muzikë kjo? Kjo dënë rrëth 2 orë gjës, 3 orë. 3 orë? Më bëhet që ma zjarit, mëse po i bënë zjarë ma shumë, bëhet edhe ma shpet. E qa i bënë që i shton ujnë, po? Betëm i shton ujnë. E është nga ato që pëlqejnë besoj më shumë? Po. Kjo është e ndhëu. Është e ndhëu. Po. Këtë e ke pas, e ke trashgu nga... Po, ato që ke mrapa, ajo është e vjetër, ajo është qysh se që nana ime gjallë ma. Kjo është e vjetër, po njësoj duke? Po njësoj, po e njëta dure ka bo. E njëta dorë, po? Po. Ajo është e në vjetër ma. Edhe kjo, këtu, është e në ma vogël, si mas rastëve, se u përdërshin kur kishin njëz ma shumë, veshin ata ma të madhe, për njëz ma pak, për familin të ma të vogël. Ka qenë tradit kjo që gjithun kështu është bo grosha, po? Atëherë grosha dhe lakrat. Edhe lakrat? Dhe lakrat në kemi zi në këto vorbat. Prak me misht thatë, me pastrama? Me misht thatë kur ka pas, kur s'ka pas, e kanë zi edhe me voj. Në atë kohë flasëm se ishte qikë ma fugallik. Po neve në fakti i kemi majtë gjithmonë, edhe në këtë partisë plus kemi majtë derin edhe lopin. Ju lejonin apo ashtu, hajtë ma? Jemi qenë një qikë frati privilegjum ma. Pse? Nga që pjesa madhe fshatave kanë raportu një tjetën që i kanë heqë derët e lopë, të e kanë kalu mirë me të ndojnë, edhe s'kanë raportu madhe, edhe partijes nga ka shumë në qafë, i ka leju që t'i mbajnë të, edhe derët edhe lopë ma, në të kohë.
Unë I kam mosh 50 për 51. E mban mend kohën e komunizmit? Po si? Çfarë bëni në atë kohë? Në atë kohë. Çfarë punonit, si jetonit e kam fjalur? Unë flasë për prindë e mi, babën e ka pas shofer, nana kam pas arsimtare mësuese. Mos më ka kopë, më kam punu një 3 muaj vetëm të fura kooperativës, të një mu që eshim dru, një mu eshim bilatere ilegalisht, I thuh se isha 9 mosh, po pagun të ndurej kryefortari që sot ka vdek pas dritë. Mi jep të lek nga gjepi vetë si inëzirë e dinaj ma ngubni e dhafit, po, se nuk e kam arrit të punoj. Po kemi ba pun tjerë, ma ishim lopin, shëshim lopin, dilshim, mjedhshim me branica në malë për të siguru në I robë për fillimin e shkollës, ma lule, mjedhshim, shqitshim, bim medicinale. Se zona ka shumë këto. Tu ka pordh, tu ka branica, tu ka kështenja, tu ka masaj lule të nërshme. Që në atë kuj kanë pas mjedhë, ashtu s'poj ashtu shumë. Ate e mjedhshim lule, I kënë sa gjethë, të që kam harru dhe emën, në fakt, që I thanim dhe I shisnim të këtë bim medicinale. Kishit kujdes në atë kohë mos me folë atë që s'duhe folë se... Normal të sistemi ishte I tillë. Po shave partinë e këto kishte problemet tjera, s'diskutot e punë. Unë kisha idejë që kishte bëha burg, edhe vite këtu kam I radja aty shpisë e kalente të ky zoni Emriks. Edhe I thote, plaku imi thote, nërek, fike thote se po kalent gosha dhe mure në qafë, mi le fmit në rrugë madhe. Se lëshët edhe e moj menë si sot kur thote, ju fletë zoni Emriks të dhe radja. E kujte ishim të veçët atyre. Ndjesia e zjarrit në dimër është e pakrahasueshme, nuk krahasohet me asgjë tjetër. Dhe në fakt, në të gjitha këto zona malore ku shkojmë, zakonisht ka vatër, ka zjarr, drut këtu anash, që janë gati për të vënë në zjarr, dhe natyrisht klima këtu është shumë e ftohtë. Dhe këtu që të ngrohesh me korrent, të ngrohesh gjithë të hapësira me korrent, është pothuaje pamundur. Kështu që zjarri ka rëndësi të dyfisht. Jemi në kryeziun e Fusharzit. Është një fshat shumë interesant. Përveç faktit që është një fshat malor me një bukuri që ja ka falur Zoti të pakrahasueshme, me një kuror pishash që të bën që të mbushesh tamam me frym, por ka edhe disa gjëra tjera që janë vërtet shumë interesante. Fshati është musliman dhe katolik, të cilët kanë jetuar dhe kanë bashkjetuar për mrekulli me njëri tjetrin, jo vetëm tani, por edhe në kohën e perandorisë osmane. Fshati nuk ka pasur probleme të mëdha edhe gjatë kohës së komunizmit, sepse siç na ka shpjeguar këtu I zoti I shtëpisë, njerëzit nuk e kanë spionuar njëri tjetrin. Dhe po të kthesh filmin mbrapa se si ka qenë ajo kohë, ata që e kanë jetuar e dinë shumë mirë se sa me rëndësi ishte që të mos të spiononin edhe kur të shpëtonte një fjalë nga goja. Tu kemi rakina rushit. Që e bëni vetë? Po që e bëjmë vetë. Kjo është verë. Edhe këte e bëjmë vetë. Ta kemi stampos për festën që fshati ju në bën një festë në mujnë ngosht të migrantëve, që qëtë festa Kryeziut, edicioni 3. Veri kuqe? Veri kuqe. Po. Fantastike. Këtu kemi flinë, që e ka zona që tradit ma, që e bëjmë flinë. Është e ngjashme me të Kosovës? E ngjashme, po, me sajshbat, me zjarë, merët prushi I vetë, si për ma, dhe poshtë me prush, edhe kjo shtohet me rena, bat me vez, me... Një nga një. Po, një nga një, me gjalpë, po, këtë në 3 orë, për të bëni fli. Për me bëj fli. Tu kemi mishin e thatë, kjo ashtish është heq nga pjesë ku ashtë tha, kjo me qikë në zetë aty, o të zjarë këtu, ose të soba. Hajtë si që është. Hajtë si që është, nuk ka nevoj për... Edhe po se fute në grosh ose në lakër... Po, kjo hajtë edhe kështu, pa ashtu. Si meze. Si meze. Tu kemi pulin me shull. Pullat I ke të tuat fshatit, Po, pullat I kemi të tunat ma, që mëjmë to. Kjo e djatë dhije. Të janë branicat.
Boronicat e famshme, po. Që i mbledhim në zonës, të janë orat zonës, këto vezë dhe puleve Po të fshatit janë tonat. ato, tuaj. Këto kemi petla dhe mjalt, Edhe mjaltin e bëni vetë, po, pasoj. po, kam sablet, nuk e më lej gjithë me mjaltin tim, po u marrë dhe fshatarve këtu se kam... Po gjithsesi është mjalti i I zonës. zonës, i kryzjuta. Që është bio, se është... Këto janë patate që i kam fut, i kam pjek në furë, si që janë, që patë që masa e që rëndoj, kam fut me letë alumini fus në fusë, dhe ne kemi furën që gatujmë buken, pjekum. Si hahen ato pasaj, si që janë? Vesh që i heshim atë lëvorën, lëkurën edhe ajo hata kështu si qashtë, me pak kryp ma. E kuptoj. Ky djati? Djath lope, Djatë lop? kjo buk misi, Buka e famshme e misrit. kjo buk gruni, tu kemi turshit, specin djegës, patatën turshi, Patatën e bëni turshi? po, patatën turshi, Po si bëhet patatja turshi? jepet i gjësë valë, gjësë zime, edhe fut në langën e ty në domateve, të kastravetëve, të lakrës, edhe me rishijet mirë. Këtë se kishim para zhikundi, do me thonë po. patatja bëhet turshi. Bahet turshi, po. Wow, Edhe lakër. prit, do ta provoj patatën turshi se... Pa tjetër. Jo, këtë si as merre me- para se kemi dëgjuar. Merre me durë për momentin, se... Kërkoj herë si që. Shumë Patatë shumë e janë mirë. zonës. Patatë e këtu mojtë, ma nuk janë patatë janë të fshatit to. Shumë e mirë. Unë po e lëp tani për tani këtu, Për ma po do ta hati që Okej. që nga shumë e mirë. Angjelit, ky është gjyshi yt Lushi, Po. që i ke vënë edhe emrin e bujtinës, Po. apo jo. Stani Lushit. Një burr malsor me atë shikim që duket sikur të vret, Shikim tashpër. shikim tashpër dhe më thej Si që vet ka koha. qenë, po si ka qenë koha. Dhe më thej që ka qenë 36 vjet kryeplak. Po. Për cilën periudhë bëhet fjalë? Kjo fjalë bat fjalë për periullën e Zogut, dhe edhe mas i ka një partia ma gjatë kohës Zogut, kohës pushtimit fashist dhe Gjerman, të Italisë fashiste dhe Gjermane, edhe në gune e komunizmit ma. Ka një periullë ku, mësë nuk ka qytë ma kryeplak, ka qytë kryetar fshati, ma kryetar këshillja, si thuajnë atë kohë. një ma kryetar fshati. Në kohën ka luftu kundër serbëve, kanë bërë prejta me gjithë me bashkë fratarët e vetë, që i kanë zonë prejt fshatat, është një lapidar. 1911. 11 që është një lapidar aty. Edhe këtu kur kanë ardhë serbi që ka hinë në fshat, ka bon një mbrojtje të kumbarëve tonë, ma të zonës muslimat atë, ku kishte zona musliman i pranin dhe ashtu, dhe gjyshi ka nërhi shumë që pështën kumbarët tonë ma këtu në fshat. Dhe më thënë, kanë nërhy për me shpotu bashkë fshatarët e ti Po, musliman. apo ka jo? bile u ka vendos kryshin për shtëpia që të thënë këto janë katolikë gjithë, mos ka musliman në fshat. U kanë vendos kryshin për shtëpiat e tyre që këty me gjithë katolikë, dhe tjetër u kalimi, se ajo është qenë një ushtëri shumë e fortë, s'kanë pas çfarë mi bë, masa i kanë zonë prit në Bardhat që është bërë lufta madhe në Bardhat. Ka dhe i lapidar aty ku janë vrarë shumë serb. Po më sot Po, luftun. po, Ajo është me rëndësi. po. Okej. Shohim pak edhe babain tënd, që është gjithashtu Po, malsor tipik, siç janë burrat e malësisë, edhe ai shikimi shumë vrastar, siç kanë qenë kohët, siç the. edhe plaku im është qenë kryeplak në demokraci, në vitet 94, dhe për 3 mandate, rresht 3 ose 4 nuk e moj me në fort, bile në vitin 97, kur armët ishin në dorë të gjithë kuja ma, edhe atyne që s'kinë bo ushtëri, plak, baba im ma, mbledhi antarë i Pleshnisë, fshatet ishin 7 antarë Pleshnie, plus plesh tjerë ma aty, edhe një mbledhje në fshat, që në lej gjytin me armë ma. Tha, këtur fshat, s'do ketë asë gjytje me armë, tha, e që dëshjesë në armë, do grejmi gjithë fshatit i shkojmë mërën, që ta dim se që ka e përësën, edhe këto, asë nuk ashtë plegos njëri, asë nuk ashtë vra njëri, kur armët ishin me bollek këto, se këto ka pasë edhe raporti ushtarake, si në gjegjen, si këto, armë kanë pasë edhe kalamajt ma ndur, edhe këto nuk ashtë qitë ma me armë. Se mbledhi gjithë fshatin, tha, këtu s'do qesim me armë, se do vrasim o fëmijët e njëri tjetër, do vrasim njëri tjetën, edhe në qëse do qesë dikush armë, do të dim se e ka një edhe tjetër, edhe do shkojmë gjithë të shtëpia ti. Do që gjithë fshatit të shkojmë në shtëpi,
Edhe pështoj fshati pasi lloj damtimi mo. Vazhdojmë të jemi në kryezi dhe kemi ardhur në familjen e Lush Lleshit, është një nga familjet e njohura të fshatit dhe do vazhdojmë të flasim qoftë për mënyrën e jetesës këtu në kryezi, por edhe emigracionin, pasojat e emigracionit dhe natyrisht kthimin në vendlindje. Lush, përshëndetje, faleminderit edhe për ju. Gjetët kohë për ne sot. Zoti ju rujt. Faleminderit edhe juve. Unë duhet ju pyes që në fillim në fakt, emigracioni është emigracioni plagëron është për gjithë popullin e plagëron. Çdo fëmijë që jeton jashtë shtetit e ndjen dhimbjen e prinit e historinë e prinit e të gjithë populli. Emigrimi është shumë plagë e keqe, pavarësisht se edhe këtu nuk kanë pasë, unë artu jeta që mos me pas shumë të ardhura familjare, me këto të ardhura familjare, pak me emigrimin, pak me punën, pak me bujësin, arrim që në bjetojmë të hecim pak për para, që të jetojmë si mas tradicës të parëve të tonë pak të që mos tjena, asjerë tjena në barë dhe të fëmive, kjo është. Ti vetë nuk e ke provu emigracionin? Po, kam një emigrant, kam shkuar, kam punu në Greqi, një 5 vjetë, jam këthëje, po. Ma mirë emigrimi, për një periudhë koha është i mirë emigrimi, sa të morin pak vetën njëri, mas morës vetës, banë si mas të rezi, si mas historisë tane. Ti ku ke qenë në Greqi? Kam qenë në pjesën e Britanisë të Greqisë, në malet veri të Greqisë. Kam punu mjeshtër, gurit për shatia, gjana. Masën e jam kësoj në Shqipni. Bërë një letemi mblodhe ati disa të Një pak të ardhë, sa të hecin pak fëmija për para, që mos ngella bërgjli fëmive, se nuk ka u baje, nuk ashtu, po mirë. Mëse ne u këthava në Shqipni, se më pat vdek edhe baba. Dhe nuk kam dalë që në vitin 2003 nuk kam dalë ma në Greqia. Dhe thënë, vendimi për të kthy, si ishte? Vendimi ishte pak a shumë ishte për të kthy për vdekjen e babës. Pastaj, vendoset mos ktheheshe më mbrapsht atje. Nuk kam kthej ma në Greqi, nuk kam ikë, kam jetu me familjen. Kam pas nanën, vlajnë, kam pas edhe i vlla këtu, me gjigruë, me fëmijë. Amaneti babës cili ishte, të rije këtu, apo të shkoje atje? Me të thënë realitetin, çdo prind nuk do me lëshu vendin, nuk do me lanë asnjë lloj gjëje pa e plotësue. Baba më thoshte, ku mund të jetësh, si mund të jetësh, po vendin të në mësara. Shumë ma mirë, vendi huj. A ke për të punu, si në Tiranë, si në Shkodër, si në Pukë, a do të jetësh, a do të hash, do të pish. Kjo është historia e njerëzve që mund. Nuk është për të alishu për me braktisë komplet. Fshatrat, pak edhe njëm do të edhe nga shteti që ti se vëtsendojnë njerëzit, t'i japin pak rrugë për para, sa mund t'a di edhe vetë edhe shtetit din vetë. Unë nuk jam për gjithë mi fut mi qënë qytet. Po s'pa të fshat nuk ka qytet, s'ka shatë hajas qyteti, pa fshatin. Qa me donë që duhet bërë, jo thjesht nga shteti, po dhe nga njerëzit vetë në këto fshatra, veçanërisht në fshatra turistik? Fshati Kryezi, me thënë realitetin, është fshat turistik, është i shpallën fshat turistik.
edhe është i shpallën me të drejtë, si fshat turistik, se në fshatin Kryzi ka pas shumë punëtorë, ka pas shumë shfrytëzimin e sharrave, puks, edhe minjerat, po kryesisht fshati Kryzi njihet që është 1927 njihet si vend pune. Punë, rruga makinës që është asfalt, ka qenë rrugë vagoni, me bajt drasa, me shu, u përpënoshin, diku që kanë pa zerë në Italie, kush i kanë pa shfrytëzohe. Se fillimi ka qenë vetëm punë. Në shenet Kryziut, ka pas shumë familjarë të ardhën, shumë njerëz, punëtorë, kanë punohë deri në 60-ën. 60-ën ka ikë, sharrat e Kryziut janë largu, kanë shku në Fusharësi. Atë, masane, këto punëtorë kanë hecë për para, kanë ikë në Fusharësi, dikush në përminjera, po a hapë shumë punë. Ne kuptoj. Si mendon që duhet jetë lidhja me vendlindjen? Ose ti si e shef? Më thjesht. Vendlinja me thënë realitetin është gjë e shejtë, është pjesë e gjithë njerëzve, që gjithë kush e dënë vendlinjen. Mas 90-s, ti e ke provu vetë imigracionin apo vetëm bashkëshortin? Jo, veç bashkëshortin. Si ka qenë këtu, ti besoj ke qenë me fëmijë këtu? Po, kam qenë me 2 fëmijë këtu. Ishte e vështirë të rrisje 2 fëmijë ndërkohë burri në emigracion? Po e vështirë, po pa vështirësi s'ka si gjanë, se burri ishte punon me prokëshpia, po nishim me kalamajt vegjël, vështirë është, po për të ardhme ma mirë. E ke mbështet në vendimin për t'u kthy në Shqipëri? E kam mbështet se edhe i ra dhe puna për babin e vetë, jo s'mu baba, dhe kur u këthy këto s'kishte ku me hikë se baba ishte i stonë, vdishte dhe baba, vjehri edhe s'kishte ku me hikë. Ate ishna këtë gra fëmijës, nuk lete as shpia me kalamaja me gra. Ti nuk e kishe mendu që të merje fëmijët shkoj edhe ti në emigracion? Ja, as njerë. Asnjëherë? Ja. Nuk e ke dash kur emigracion? Ja, nuk ka. Edhe kur shkoj ke djali, si shkoj javë 2 në Italis, nuk ka se më pëlqen fort me të thënë drejtin. Ja. E ke një fëmijë në emigracion? Po, kam djalin nosën, djalin e djalit. I kam në Itali. Kam djalin të 7 vjetë në Itali. Po, shkon e vjen, po për drejt atje nuk do të rish? Po, në është në banhalli me shku nuk i dihet jetë sa se herë, po për shefje, me të thënë drejtin, ja. Për shefjo? Ja. Nuk e mendon do të jetosh diku tjetër përveç Kryeziut? Fallaj. Thash nuk i dihet jetë sa se herë, po, me të thënë drejtin, ja. Se kur hik njeri për këto të quje për ma mirë, se për ma kesh, nuk shkoj për ma mirë e zënë vend diku për ma mirë, për ma kesh rënë vend tanë, pse po braktis vend tanë e shkoj e foto për ma kesh. Në Mari të nxorra në shi. Të nxorra në shi unë ty, u lage. Jo, s'kide. Si e? A je lodh? Ka pak. Si e ti? Mirë. Lodh? Apo hym, se u lage u pone qull. Nana Mari është 88 vjeçe dhe e kanë fejuar që kur ka qenë 5 vjeç. Ka që vogël. Historinë e saj do t'ju tregoj sot. Fejesa që fëmijë dhe çfarë ka ndodhur më vonë. Si shkoi historia me burrin, bashkëshortin që ja kishte zgjedhur nana dhe baba, që kur ishte fëmijë i vogël, dhe çfarë mendon tani. Pra, kur nuk shkon një martesë, çfarë duhet bërë? Nana Mari ka të gjitha përgjigjet. 18 vjeç i kam bën këto. Do 17 vjeç e martu. Shtash ashtu, të bën, të hull me bën 17 zhins. Se mamen qa viti e martu, jo? Jo, më në zotit se bajnë. Se mamen. Ja. Si e gjete burrin, ata gjetën, atë pruna, si shkoj ajo punë? Jo, më kanë gjetë, më nëse se këses. Më kanë gjetë burrin, më kanë gjetë baba, e nana. A ishte burri mirë?
Po më shatar këna qënë, më shatar. I merë ka qënë, po. Kur e pe për herë të parë ti? Për herë të parë e kam po. Këtë më thamë, tanën. Kam marrë djeli, kam po tanën. As djele nuk e pe? Kur i gërim, jo. Kur i grim? Ja. Ishte marrë atëherë, marrë ke nosja. Zmite kush atëherë me pa. Po tanën kur e peti? Mas dite. Mas dite? Mas dite. Pa e pe drejtë në sy apo me krytull? Jo, me kariullë se mi po dritim se jo se na shojshen. Pse? Pse ju shesh? Thëshën, nuk dohet se nuk të ka tjerë marrë kësaj nosje me folë me bort. Me folë me burin e vetë? Jo ishala, jo. Jo ishala? Ja, jo me Po folë. pastaj e deshte? Apo, ajtë po se u martove s'kishe qa me bo? Ka me shku. Ka me shku. Tamam. Shif, nuk ka ndryshu shumë, edhe tash ashtu është. Ja, maj tesh. Jo, maj tesh anëri shishala, bëllmena tesh pra manet. Zban, hik. Ashtu thuti? Po sa me dhe unë të shku zdo në të. Po me kalamaja zërë me udavesh. Kalamajt pra manet zotit. Jesim rrugë të madhe. As të baba, as të nana. Korrion. Bëllë kesa për kalamajt a kesh. Se mu do pa kalamaja bëllë mirë. Bëllë mirë? Po së banë. Së njetësh. Si tonë. Ti sa banë. A do ishe nda me burin atë ko? Jo i shola se ka të mbarë. Se së më pranë, unë shëndërë për marën. Ka me shku. S'kishe ku me Jo më në vish me bo me pas në i posë, se mu mbitë marën, se në rishis në për nëjtë kush marën. I shola. E kuptoj. Mirë, Nëna Marita, është i koha, thuti, është më mirë, se sa ka qenë. Shumë bukur për Zotin. Po, me mujtë me pas punë, mirë është. Po punë, ka kënë fshatar ka pak. Ti po shkon gati 90 vjeç. 90 vjeç ti ke pa edhe sisteme që janë ndru, edhe kohët që janë ndru, edhe keq, edhe mirë, edhe çfarë është ndryshe tash ti? Kur kam ardhën nose, kam pas një shpejt keqe si ama në shenti ishna në e në kaftë mos me jeto marën, në atë shpejt. Që ashtu jetoshna. Dath, desh, kalëmujt me shku me marrë druhe, me një zërmin, me tërë në me ka në shës, me bo me pas i kafe, mja pjek, u dhe shke me një zërmin një herë. Më një mrapa mi pjek kafen. E me shku, me më shujt, me shpen. Këtë më shpeni këna papa, më shujt. E zërmin, më shpen, s'ka pas rrugë makinet. Ju shala, kur kanë. E tash ti këto të gjitha i ke? Tash për Zotën bëllë. Tash më vëmene se të kishë marrë e jetë, si ka qënë, me që të shpeje, me që të dhenë. Pa. Se tash me kene edhe i herë e re, e me pas të kushtet si tash të po? Po. E me zjedhe burin vetë? Burin me mujtë me zjedhe vetë, po. Ma mirë si ma kanë pa dhënë rëbë, se s'kam pas ati me thanë me i zhanë kështu. Ma kanë pa dhënë, sa ta kena mbojtë, tanë kena mbojtë qështu. Tanë i kena mbojtë qështu. Po s'kishe kështu ti merak si do jetë ky burri, apo e këshe pa më përpara? Asë i herë mëj, kur, që janë të thënë, asë i herë kur. Po kështu si më shef, si këshe pa, si më shef pak? Asë i më shef, po kuj kam qënë? Unë prishtet të ujt i kam pas përint me hes 8 sahat me kam. 8 sahat? Për zutën 8 sahat, po, me hes më kam, 8 sahat. Ush na lejke nere më tërë kam, usa një në kush, asë kam sa a qevish me nej. E në meru i berët. Po, kështu gjeloze, kishe burin ti? Po, ku me i ditë? Pa, ku është se more vesh në herë të, ja? E kuptoj. Po, kështu kur punojshe në kooperativ? Si ishte? Kooperativ, aj nuk ka pa punon kooperativ, punon në punë shtetit, unë kooperativ. Po jo, ti po them kooperativ. A kishit shu shoshni, im lidheshit bashka? Po se, kishna si lagje, u bëjshna 3-4 vetë bashkë, punojshna. Po me dame, kështu dhe me thonë si norma, me dame. Ti nuk ishe kështu si brigadjera? Jo, i shala, vetën punë kështu. Se s'kam pas shkollën. Ja, 4 vjetë shkollë, sa me mëzimi ba.
Po 4 vjet I bone shkollë, Po, ishe po. me shkru me lexu? Po, me shkru, me lezu, kam pa mësohe, me shkru, me lezu, ka pak. Po, rrallë herë dilshna në shkollë, se kena pas dhe ujë për para, s'kishna ka me kalu kërë shok ujë. Jo, më ja. Po shiko, ky brezi tash, se ti shef, se ke fëmijët e tue, nipa e mesa, e Po, stërnipa, e po, stërmesa. po. Ky brezi tash, sa ndryshe është nga juve? Po të mërmenjës brezi sa ka në të bon shkollë atë. Kërë kanë bon shkollë, s'kanë vetë fëmija pa, se kjo ka shekën shkollë të lartë në Tiranë. Po, gjallin e ka në Itali, rejnë e ka me shkollë. Shekën qëtës e ka të martome, a ne e 12 vjetë shkollë ka bon për patente, me makine, me marë makine, me kurs për kushinjeri I ka bon ajo. Ajo si s'ka delë për para, e punon punë shtetit, rahat me zotin. Me rrëzhok, mirë bovë, me jetohë. Ti kishe dash me pas rinin tante si të tyne, po? Po, kam dash, po, s'kom pas ku me marrë. S'ke pas ku me marrë. Nana Mari, edhe një pyetje kam unë për ty të fundit. Ha, Ti duhet kesh qenë shumë e bukur kur ke qenë e re, me këto sytë kështu të kaltër, dhe fytyrën e bukur. A kështu kur kalojshe ti në për katun, ta I ktheshin sytë këta, djemta, burrat e katunit? jo, ajte se kanë pak thëj. E sigurt? Je sigurt? Atë shishtë Angelini. Po të shku me ditu në të herë, si ishna ma... Ti mbaje sytull, nuk shifshe gjë. Ja. Isha, me këthej kërje qështon, jeve qështon. Veç është tu drejt. Drejt. Edhe poshtë sytë. Të këshim të okë, më se pëthejmë shafën. Po pra. Sa me ba? Në stacion, prisni për cilni, në rrugën e pa fund, ndaj syri jos ju flego. Kryeziu ka 3 kisha dhe 2 xhami, por kisha e Shna Premtes, apo Shën e Premtes, është kjo kish pas meje, është shumë e veçantë. Këtu ka meshuar Ndre Mjeda. Kryeziu ka të parët, e ka pasur dhe ka ende të parët e Shtjefën Gjeçovit. Është një fshat që ka nxjerrë personalitete në jetën mbar shqiptare. Angelin, gjyshi yt ka pritur Bajram Curin eksaktësisht në kohën kur ai ishte në armiqësi të hapur me mbretin Zog. Po, gjyshi im ka shkuar ka pritur Bajram Curin në Flet, në fshatin Flet të shtëpia e Kolnikalis dhe ka përcjell dhe për të njëjtën gjë realizoi e mori vesh, ka arrestuar gjyshin tim, ka arrestuar braktorin e Berisë dhe një kocmarket që ka pas korrier Bajram Curi dhe ka dënuar me burg. Gjyshi im është dënuar 5 vjet, pra ato të tjerë nuk e din pak se sa vite janë dënuar. Edhe e ka vujt burgun në zonën e Elbasanit, thotë Axha im baba, e ka vujt në Elbasan e kanë bërë burgun. Pastaj ka dalë një amnisti, ka bërë rreth 3 vite burg në kohën atë. Pastaj Bajram Curin u vra, pastaj ndati në shpellë Dragobis, siç e dini edhe ju më. E ka prit, e ka përcjell, e ka strautur në shtëpi. Bajram Curi ka pas lidhje shumë me fshatin tonë, jo vetëm me gjyshin tim, por edhe me shtëpia tjera të fshatit të në kryezi. Po gjyshi ka dalë dhe ka prit dhe ka përcjell. Nga Fleti e ka shumë marr pjetra, që thonte Axha. Çfarë miqësie ka pas gjyshi yt me Bajram Curin? Po ishte nga që gjyshi ishte u merrte me pleshnim, plak fshati, kishte njohit me tjerë dhe ishte kundërshtar I hapur I Zogut gjyshi në atë kohë. Edhe tregoj një aspekt tjetër, Kolbi Miraka ka qenë ministër me qeverinë e Ahmet Zogut. Masani ka qenë edhe ministër I menshëm me një qeveri tjetër 43, po në atë kohë qenë me Zogun. Edhe vjen Kolbiba se kemi pas lidhje familjare me Kolbi Mirakën. Edhe I thot, Lush kam menon, thot, me të dhanë një pozicion pune, me të bë kryq zhandar për komplet zonën më. Edhe I thot, në gjoktor mik, thot, unë jam pashkrim pak njëm, thot, edhe nuk më në baj këtë punë. Edhe ishte mjedhë gjithë fshati këtu të se kishte ardhur ministër, ishte ministër atë kohë Kolbiba. I thonë çfarë bën Lush, se ato kanë hallë se ta kenë Lushin
për një privilegj, nuk i ha lek kolekti ti shteti kësaj qeverie, se kishte fut në burg zogu, dinte se nuk mund të bante me zogu në gjyshi. Pse nuk e donte mbretin? Nuk e donte nga që ishte me lidhe me Bramcorin, me këto, Bramcori ishte kundërshtar i zogut, u shpall haptas, ma ishte me Fanullin, me këto, dhe gjyshi ishte antizogist. Treni hyja vrapon, me mira zemra bashkon. Ti makinist çdo stacion. Banorët janë shumë punëtor, sigurisht që kanë qenë shumica në emigracion, dikush më pak, dikush më shumë, por janë kthyer në fshat dhe punojnë tokën, mbajnë bagti, kanë hapur bujtina dhe mbi të gjitha nuk e harrojnë historinë e tyre.